I do publik, përshëndetje, mirëmëngjes ose mirëdita për ju që jeni qu pak ma vonë. Deshta me fol lidhur me disa gjëra të rëndësishme rreth procesit javor që kemi filluar në javën e tretë, apo kemi hyrë në javën e tretë të publikimeve tona të analizës ose reportazheve analitike lidhur me dosjen e Hagës e cila është botuar në maj të këtij viti nga Prokuria Speciale e Dhomave të Veçanta të Gjykatës së Drejtësisë së Kosovës në Hagë, e cila flet mbi arsyet pse prokuroria e kërkon dënimin 45 vjeçar për secilin prej të akuzuarve për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, e që në fakt kualifikohen si krime të luftës, duke qenë se kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës, dhe gjithashtu kualifikohen si krime kundër njerëzimit sepse janë vrarë civil të pafajshëm, të paarmatosur dhe janë torturuar disa prej tyre. Dhe përveç vrasjes së civilëve të pafajshëm, të paarmatosur, të pambrojtur dhe torturës me të cilën ata janë përballë, këto motive të këtyre vrasjeve kanë qenë politike. Pra, si që spjegon dhe dokumenton dosja e Hagës, kanë qenë politike mbi idenë e vendosjes së narrativës se kush do të flasë për Republikën e Kosovës dhe në emër të saj, dhe kush do të ketë pushtet në Republikën e Kosovës gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Siç e kemi parë edhe lexuar deri më tash, dhe siç e dimë dhe jemi dëshmitarë gjithë populli shqiptar i Kosovës, se struktura e udhëhequr nga Hashim Thaçi dhe të tjerët kanë qenë njerëz të cilët fillimisht në sajt të gjetjeve tona ulëmtuese janë rekrutuar, të paktën me dije të Hashim Thaçit, nga shërbimi sekret francez dhe janë dërguar për ta bërë një puç brenda strukturës dhe kokës politike e intelektuale të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe shtabit të saj të përgjithshëm të udhëhequr nga Behajdin Allaçi, i cili është njëri prej të parëve të vrarë në këtë operacion vrastar të vrasjes kokës politike dhe intelektuale të shqiptarëve të Kosovës, e cila sipas asaj çfarë ne kemi intervistuar tash e thuaj se 3 vjet, por edhe sipas dosjes së Hagës që jemi duke shfletuar, është udhëhequr nga struktura që mund ta quajmë vrastare e Hashim Thaçit. Ajo që kemi vënë re si redaksi është që për dallim nga angazhimi interaktiv i anëtarëve të publikut, pra ju lexues të dashur, me postimet tona në rrjetet sociale siç është Facebook dhe X, tani është një lloj reduktimi i interaksionit dhe angazhimit tuaj me materialet tona hulumtuese të cilat po i publikojmë dhe po i postojmë në rrjetet tona sociale. Na e kuptojmë që arsyen pse shumica e njerëzve po hezitojnë me bë ndër veprime interaktive, me nda mendime, me i shpërndat artikuj ton hulumtues me të tjerë në rrjetet sociale, ka të bëj me frikën të cilën e ka mjell struktura vrastare Hashim Thaçit për 20 vjet rresht në pushtet, por edhe në 7 vjeçarin e fundit që ata vazhdimisht e kanë sulmu me stilin e grykës së pushkës, por me narrativa propagandistike, vrastare të vrasjes së karakterit, administratën e kryeministrit Kurti, i cili sapo erdhi në pushtet filloi ta bëj shpartallimin edhe çmontimin e kthetrave të Serbisë, të cilën montim e kishte bërë struktura vrastare e Hashim Thaçit, e cila ishte në pushtet në Kosovë në forma rotative për 20 vjet rresht, por të cilin montim krahas asaj e kishte bërë edhe duke plaçkitur Kosovën, pra duke vjedhur pasurinë publike,
por gjatë mandatit të secilëve ishin vrarë në mënyrë konsistente politikanët, aktivistët politik dhe gazetarët të cilët kishin ambicje të denjta me integritet për ta sfiduar një strukturë kriminale, vrastare, pleçkitse dhe e cila po e instalonte Serbinë vazhdimisht me vullnetin e tyre politik në Kosovë. Ajo çfarë ne jemi duke vrejt është rënje e jashtëzakonshme e interaktivitetit të publikut me postimet tona hulumtuese e të cilat po e shpalosin të vërtetën kur po i postojmë në rrjetet sociale, ndërkohë që numri i njerëzve që po e lexojnë kronikat e barutit në portalin ton është rritur jashtëzakonisht. Pra kemi një numër diku ndërmjet 250.000 deri në 400.000 ka mritash në postimet tona në portal Kronikat e Barutit, në artikujt të cilat ne po i raportojmë dhe po i shpalosim në sajt të gjetjeve dhe analizave lexuese në dosjen e Hagës, ndërkohë që është reduktuar dukshëm gatishmëria e qytetarëve e lexuesve për me bë ndërveprime, interaksion, komunikime, komente, ndarje komentesh, përndarje të artikujve në rrjetet sociale. Dhe për neve kjo është shqetësim, është faktikisht jemi duke përballë me pasojën e veprimit të cilën ne e kemi vëzhguar, i cili është veprimi propagandistik i vrasjes së karakterit të secilit që merret me këto tema nga struktura kriminale vrastare e shërbimit informativ të Kosovës, e cila sipas gjetjeve tona hulumtuese dhe dëshmive dhe raporteve të inteligjencës ndërkombëtare është kryekput via e ekzekutimit të gjitha thuaja vrasjeve politike, por edhe vrasjes së karaktereve të individëve të targetuar nga kjo strukturë vrastare, e cila i targeton individet qofshin politikanët apo gazetarët apo antarët e tjerë të publikut, në rast se ata tregojnë guxueshmëri për të marrë me temat e vrasjeve politike apo dhe temat e instalimit të Serbisë në Kosovë, të cilën e ka instaluar mandati Hashim Thaqit për 20 vjet në forma rotative me të gjithë bashkë Hashim Thaqet të tjerë, të cilët po ashtu kanë qenë në pushtet bashkë me Hashim Thaqin. Unë po ju paraqitem në këtë video për t'ju treguar i dashur publik që mos u friksoni. Mos u friksoni. Ajo strukturë është thuajse para vdekjes, sepse është koka e asaj strukture është duke u përballë me shpatën e drejtësisë në Hagë. Koka e asaj strukture nuk është duke u përballë me shpatën e drejtësisë në Hagë, sepse siç po gënjejnë ata që kanë luftuar për qëllim, por është duke u përballë me shpatën e drejtësisë në Hagë, sepse bazueshëm janë të dyshuar që kanë qenë të përfshirë në vrasje sistematike të kundërshtarëve politik, të kokës intelektuale dhe politike të ushtrisë së lavdishme shterimtare të Kosovës, të misionit të lavdishëm të ushtrisë shterimtare të Kosovës, pra këta kanë qenë të angazhuar për të kapitulluar atë, duke qenë se kanë nënshkruar kapitullimin e UÇK-s, ne jemi dëshmitar gjithë kësaj, dhe duke përdorur ushtrinë e lavdishme qëllimtare dhe imazhin e saj për të plaçkitur, për të vrarë, për ta katandisur një komb të tërë dhe për ta rikthyer Kosovën përsëri në kthetrat e Serbisë, siç edhe e kanë bërë duke nënshkruar marrëveshje të njëpasnjëshme ndërkombëtare në favor të Serbisë. I dashur publik, ne nuk duhet ju friksohemi këtyre njerëzve. Këta njerëz janë ata të cilët duhet të përballen me drejtsinë, e kanë bërë gabimin e pafalshëm dhe drejtësia nuk do t'i falë dhe nuk duhet t'i falë, por edhe ne si publik duhet të bashkohemi, të jemi të bashkuar për të vërtetën dhe për t'ju thënë atyre mjaft më mendësia juaj vrastare, gjakatare, plaçkitse, hajduteske, nënshtruese ndaj Beogradit nuk është e mirë se ardhun dhe nuk mund të gjej mirë kuptim në Kosovë dhe në trojet tona, në shpirtin ton të këtij kombi, edhe nëse ju visheni
me petkun e lavdisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe pse veshjen e këtij petku ju nuk e keni se doni ta mbroni lavdinë e ushtrisë shqiptare, po e keni sepse doni ta mbroni veten për ta shpëtuar nga shpata e drejtësisë, duke qenë se jeni të vetëdijshëm që asgjë e lavdishme nuk është e juaja dhe ju nuk jeni as pak të lavdishëm dhe thuaj se çdo gjë që keni bërë është e palavdishme dhe nuk mund t'ju a lejojmë dhe t'ju tolerojmë që ju të vazhdoni të manovroni me këto lloj vallesh armiqësore, me këto lloj vallesh gjakatare, me këto lloj vallesh vrastare, me këto lloj vallesh pro interesave të Beogradit që mëtojnë vazhdimsinë e instalimit të kthetrave të Serbisë në Kosovë, edhe pasi që Serbia e kishte humbur luftën në Kosovë, kur ushtria shqiptare e Kosovës e këtij populli filloi me akthy grykën e pushkës armikut dhe forcat ndërkombëtare me mbështetje të strukturës politike të ish-presidentit Ibrahim Rugova filluan të shtojnë vëmendje kauzës tonë dhe filluan të ndërmarrin veprime politike ndërkombëtare edhe ushtarake për të ndihmuar luftën tonë çlirimtare dhe për të shtliruar nga dora gjakatare e regjimit të Miloševićit të forcave jugoslave të Serbisë në vitin 1998-99. Pra, kjo strukturë kriminale, plaçkitse, gjakatare, vrastare nuk është e mirëseardhur dhe ne nuk duhet t'ua kemi frikën. Ne si popull duhet të bashkohemi dhe duhet t'u themi jo zëshëm duke i shpërndar artikujt e kronikave të Barutit, zëshëm duke i lexuar ato gjë në fund, zëshëm duke i lexuar të gjitha dëshmitë tona kronologjike që po asjellim nëpërmjet shkrimeve tona ulëmtuese, zëshëm duke informuar dhe duke folur për gjetjet tona ulëmtuese, duke i shpërndar artikujt sa më shumë që është e mundshme. Ne duhet ta kemi guximin e bashkimit dhe të bashkohemi dhe t'u themi këtyre mjaft më, jo, ju nuk jeni të mirëseardhur, mjaft më, jo, ju nuk jeni patriot, ju nuk jeni çlirimtar, ju jeni hajduqt të cilët me vetdije dhe vullnet politik keni vendosur ta bëni puçin vrastar ndaj kokës intelektuale dhe politike të ushtrisë së lavdishme shqiptare të Kosovës, duke filluar me vrasjen e Behajdin Allaçit dhe gjithë të tjerëve më pastaj që kanë bërë vrasje deri në vitin 2020, dhe ju duhet të përballeni me pasojat e veprimeve tuaja të gabuara dhe kriminale të padrejta. Mjaft më ju nuk jeni të mirëseardhur, ju nuk mund ta keni titullin e çlirimtarit, nuk mund ta gëzoni privilegjin e emërtimit si çlirimtar në emër të dëshmorëve të rënë për lirimin e Kosovës dhe konsolidimin e shtetësisë së saj, duke qenë se keni plaçkitur në emër të luftës çlirimtare duke u përpjekur ta ndotni imazhin dhe lavdinë e saj. Mjaft më ju nuk mund të quheni njerëz burr shtetas të shtetësisë së Republikës Kosovës sepse ju e keni sabotuar deklaratën e pavarësisë në Kosovë, sepse ju vazhdimisht keni nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare në favor të Serbisë me vullnetin tuaj politik për ta rinstaluar kthetrën gjakatare të trashëgimtarëve të Miloševićit, pra të Serbisë në Kosovë. Mjaft më, mos u friksoni i dashur publik. Lexoni materialet tona, flisni për to, flisni hapur në publik, flisni hapur në rrjete sociale, shpërndani ato në rrjete sociale. Mos u friksoni, ata nuk mund të na bëjnë asgjë sepse ne jemi populli, ne jemi shumica, ata janë një grusht i vogël njerëzish të cilët kanë bërë mjaftueshëm kapital duke qenë se e kanë plaçkit jo vetëm fondin çlirimtar, por e kanë plaçkit edhe Kosovën edhe xhepat tonë për 20 vjet rresht pa ndalim dhe e kanë vrarë çdo kush ju ka dalë në rrugë. Mi po ne duhet të themi fund, duhet të tregojmë me dokumente, me fakte kronologjike që ju nuk jeni të mirëseardhur. Prandaj, po ju bëj apel dhe thirrje, shpërndani materialet tona, lexoni ato deri në fund, shkruani komente, ndani shqetësimet dhe kundërshtimet tuaja lidhur me ato që i lexoni dhe ndani të gjitha materialet që ne i botojmë vazhdimisht në rrjetet sociale nëpërmjet portalit Kronika e Barutit. Mos harroni gjithashtu të abonoheni në portalin ton me apo pa pagesë, me pagesë shumë është e rëndësishme sepse na ndihmoni financiarisht t'i përballojmë shpenzimet dhe ne duhet të vazhdojmë guximshëm
të flasim për të vërtetën dhe të frustrohemi sepse kemi të drejtë të frustrohemi, sepse mira njerëz janë masakruar, janë përballë me gjenocidin serb për të shtruar nga Beogradi. Këta hajduqt kanë ardhur, i kanë bërë poç ushtrisë shqiptare të Kosovës, e kanë vrarë strukturën, kokën intelektuale dhe politike të drejtimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i kanë vrarë sistematikisht intelektualet e vërtet shqiptarë që kanë guxuar t'ju thojnë jo, kjo është gabim, nuk mund të veprojmë kështu, duhet veprojmë kështu, për këto arsye dhe kanë vazhduar të vrasin e ta vrasin secili që u ka dalë në udhë me intelektualizëm, me kokë e mençuri, për t'ju thënë mjaft e plaçkitët këtë vend, mjaft e plaçkitët këtë kombë, mjaft ja bënd nderin Serbisë duke nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare në favor të saj. Ju lutemi dashur publik, ne duhet të bashkohemi me guxim dhe me guxim duhet të ekspozojmë, duhet të flasim, duhet të frustrohemi, duhet të tregojmë, duhet të shkruajmë me mençuri se pse këta njerëz kanë bërë gabim çfarë kanë bërë dhe duhet ta mbështesim procesin e drejtësisë për t'i mbajtur para llogaridhënies të gjitha këto krime makabre, të cilat tragjikisht i kanë ndodhur popullit ton nga njerëz të cilët tragjikisht të mërësisht na kanë gënjur, duke na thënë se janë shlirimtar, duke na thënë se janë patriot, duke na thënë se janë njerëzit e duhur që po luftojnë për shlirim, duke qenë se faktikisht siç po dele vërteta, këta pas kanë qenë të angazhuar për ta plaçkitur popullin ton, për ta plaçkitur kombin ton dhe për ta vrarë çdo entitet intelektual patriote të dinjitetshëm të kombit ton, nëse ju del përpara ju thot këtyne se e keni gabim. Edhe njëherë është apel për publikun, guxoni. Ne kemi marrë flamurin për ta treguar të vërtetën dhe jemi duke mashuar përpara me dokumente, me redaksi, me integritet gazetaresk duke ju treguar se çfarë ka ndodhur. Prandaj publik i dashur, edhe ju, mos hezitoni, mos u friksoni, shpërndani gjetjet tona hulumtuese, flisni për to, komentoni në postimet tona, ndajni me të tjerët, është domosdoshmëri që të guxojmë ta marrim guximin intelektual, kolektiv, njerëzor, shoqëror, që të flasim për të vërtetën dhe ta shpërndajmë atë sa më shumë që është e mundshme. Ju përshëndes edhe njëherë dhe ju jam absolutisht mirënjohës që jeni duke vazhduar të lexoni këto materiale, është jashtëzakonisht inspiruese për neve dhe motivuese kur po e shohim se numri i lexuesve në portalin tonë është ngritur deri në 400.000 mujor, mirë po është shqetësuese dhe vërtet në një mënyrë edhe zemruese që njerëzit ndoshta me të drejtë nuk po guxojnë dhe po hezitojnë të shpërndajnë material në rrjetet sociale. Ju lutem shpërndani hapun, ne hapun duhet të tregojmë këtyre strukturave të këqija që nuk janë të mirëseardhura. Hapun duhet ju tregojmë këtyre strukturave të këqija që nuk mund të mbrohen me lavdin e së lavdishmës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta nuk janë UÇK-ja, këta nuk mund të jenë UÇK-ja, këta nuk kualifikohen as në minimumin e minimumit që të jenë UÇK-ja, sepse po del që misioni i tyre ka qenë për ta përmbytur misionin e lavdishëm të UÇK-s. Prandaj edhe kanë filluar duke e vrarë kokën politike dhe intelektuale të thelbit të themelimit të UÇK-s. Prandaj edhe nuk kanë lëshuar komunikat kur familja legjendare e Adem Jasharit ka rënë heroikisht kundër forcave gjakatare të Miloševićit. Prandaj kanë lëshuar urdhrin për të mos lëshuar komunikat në mënyrë që ta mbajnë popullin të pa inspiruar, të pa motivuar për të luftuar për çlirim. Domethënë, këto kanë qenë qëllime absolutisht dashakeqe dhe tragjikisht këta njerëz kanë arritë sukses që me fitu besimin, me gënjeshtra, me vrasje, me lloj-lloj ndërskamca që i kanë bë, mi po këtu duhet të marr fund, ne duhet t'u japim fund këtyne narrativave, gënjeshtrave të tyne të pista dhe duhet t'i përballim me të vërtetën dhe duhet të guxojmë ta themi të vërtetën për hir të gjithë atyre që janë vrarë pabesisht, tragjikisht, makabrisht, për gjithë intelektualve, kokave politike të themelimit të çlirimit ton, siç që niset me Behajdin Allaçin e të gjithë të tjerë deri te emri i Xhemail Mustafës, pra këshilltarit të presidentit Rugova, për cilën ne sot i kemi nisur serin e shkrimeve
që e kemi botuar të parin në mëngjes dhe do të vazhdojmë gjatë gjithë kësaj jave për të shkruar se çfarë çoi në vrasjen e Xhemail Mustafës. Lexoni artikuj ton dhe guximshëm shpërndani ata me të tjerë në rrjetet sociale, bisedoni me njerëz të tjerë në rrjetet sociale, lexoni, armatosuni me informacion të së vërtetës dhe mos u ndalni së foluri për këto tema sepse janë jetësisht të rëndësishme. Këto tema, zbulimi dhe zbërthimi të vërtetës do të shënoj ndryshimin përjetësisht të asaj çfarë ka qenë gënjeshtër në atë çfarë është e vërtetë dokumentuar dhe verifikueshme. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe shihemi